Përshëndetje, në këtë video sonte nuk do të flas as për luftën e Iranit e as për ndonjë konflikt tjetër. Sonte këto, para kësaj kamere dhe para juve e për ju, do të flas për pikën, të them më mirë, për pikat që po vendosin fatin e botës. Do të flas për vendet më të ngushta që duken në hartën gjeografike të globit, por që në të njëjtën kohë janë më të rrezikshmet dhe kanë qenë më të rrezikshmet përgjatë gjithë historisë. Sonte këto pra, në këtë video do të flasim së bashku për ngushticat detare. Dhe që në start të kësaj video po ju them diçka me rëndësi. Miq të dashur, bota po hyn në një fazë ku kontrolli i korridoreve detare po zëvendëson normat juridike ndërkombëtare dhe që po bëhen sistem dhe instrument dominimi. Ky transformim shënon kalimin nga një rend normativ, nga kjo po kalon në një rend të bazuar në forcë. Rreziku është i madh, permanent dhe po kërcënon shumë rajone të botës. E pomni rastin e Hormuzit, se çfarë rëndësie kanë ngushticat detare. E pom Hormuzin, se nëse një ngushticë diku në botë mbyllet, ekonomia botërore fillon të gjunjëzohet. Po nëse mbyllen dy, fillon paniku global, e nëse të gjitha ngushticat futen në lojë, fillon epoka e luftës së madhe, nga e cila janë duke u friksuar të gjithë sot kudo qoftë në botë. Për fat të keq, miq, në 100 vjetët e kaluara, bota jetoi me një iluzion se po ekzistua ka një rend ndërkombëtar, se ekziston një ligj ndërkombëtar, se ekziston një sistem që i kontrollon edhe fuqitë e mëdha, se mendësia shoqërore e njerëzimit, mendësia e shteteve po avancohet drejt një mendësie ku paqja do të jetë ajo që do ta rrethoj botën, jo dhuna dhe luftrat. Një mendësi me të cilën neve, njerëzimin, na kanë ushqyer me ëndra se demokracia, të drejtat e njeriut, të drejtat e gruas, të drejtat e grupeve etnike fetare do të respektohen si asnjëherë më parë në histori. Megjithatë, njëjtë si kur mashtrimet dhe utopizmat e marksizëm-leninizmit dikur, që thonin se do të vijë një kohë kur njeriu do të punoj veç aq sa mundet dhe do të merr nga të mirat materiale veç aq sa i nevojitet, njëjtë kështu edhe sistemi i 100 viteve të kaluara dhe i tashmi që është në përmbysje e sipër e mashtroi njerëzimin me të njëjtat metoda utopike mashtruese siç veproi marksizëm-leninizmi në kohën e tyre. Mashtrimi i tanishëm është i njëjtë me mashtrimin e Marksit, të Engelsit, të Leninit dhe ideatorë të tjerë të komunizmit të kaluar. Por sot e shohim me sy tanë se ligjin ndërkombëtar, rendin ndërkombëtar, të drejtat që i promovonte qytetërimi aktual po shembën një nga një para syve tanë. Nuk ka më rregulla, miq, nuk ka më kufi real që duhet respektuar dhe që po respektohen. Nuk ka më garanci, sigurie, ka vetëm një gjë,
fuqia. Dhe kjo nuk ka si të quhet tjetër, pos si një kthim i historisë. Jo si progres, por si regres, si kthim i egërsisë. Një botë ku nafta merret me luftë, ku rrugët detare kthehen në armë të fortëve, ku ngushticat bëhen gryka, ku kalon ose ndalet vet historia, është kjo kohë, janë këto ditë të cilët gjenerata e jonë jemi duke e parë dhe përjetuar në lëkurën tonë. Me që po flasim për ngushticat dhe thash në fjalin e parë se nuk do të flas për luftën e Iranit e as ngushticën e Hormuzit, këto do të përqendrohem, siç paralajmërova në paragrafin e parë, në rëndësinë e ngushticave, në peshën e tyre, në luftën për to dhe në pasojat që mund ta gjej njerëzimin në vitet dhe dekadat në vazhdim. Shtroj pyetjen: pse gjithë ky militarizim dhe armatosje në rajonin e Egjes? Pse bazat ushtarake po afrohen gjithnjë e më shumë Turqisë? Pse ishujt midis Greqisë dhe Turqisë po armatosen si kur më parë? Pse çdo gjë po sillet rreth një zone të vetme, rreth e përqark Turqisë? A e keni menduar këtë? Apo ndoshta të fokusuar në ngjarjet e lindjes së mesme, keni menduar se në pyetje nuk është Turqia, e që unë sot këto botërisht e them, se të gjitha ekuacionet që po bëhen në lindjen e mesme, pasi të përfundon zgjidhja e tyre, përfundimi i tyre, atak kryesor do të jetë Turqia. Se a do të mund t'ja arrin të dërmojnë atë, siç i kanë dërmuar vendet arabe. A do të arrin Izraeli me mbështetësit e vet, që të rënoj historinë dhe të arriturat e Turqisë, mbetet të shohim. E në këtë video, unë do të mundohem të shtroj disa teza, të bëj disa shpjegime për ta kuptuar edhe jo se loja më e madhe është duke u zhvilluar rreth Republikës së Turqisë. Sot miq, në rajonin e Egjes, në rajonin midis Greqisë dhe Turqisë, me ato qindra ndoshta mijëra ishuj, loja nuk është duke u bërë për ata ishuj aty, por është diçka shumë më e thellë, shumë më e rëndësishme dhe natyrisht shumë më e rrezikshme. Loja është pra miq për ngushticat të cilat ja ka dhënë Zoti peshqesh, dhurat turqve dhe Republikës së Turqisë. Nëse sot i shikojmë ngjarjet e tmerrshme që po zhvillohen në ngushticën e Hormuzit, duhet ta dini se nesër mund të shikojmë në ngjarje edhe më të tmerrshme se sa në Hormuz. Fjala është për ngjarjet e tmerrshme që po flitet rreth tyre e që do të ndodhin për ngushticën e Bosforit. Nëse sot po e shikojmë lindjen e mesme se si po vlon me ato masakra e gjenocide e vrasje të miliona njerëzve, të banorëve të lindjes së mesme, nesër mund të jemi spektator, mbase edhe viktima të ngjarjeve të tilla që do të ndodhin në Mesdhej, në Bosfor e nga andej duke u përhapur edhe më shumë. Mos thash Zoti edhe në rajonin e Ballkanit, edhe në hapësirën shqiptare. E them këtë, miq, jo për të alarmuar, sepse nuk është në natyrën time, por për të shprehur këtë,
atë që e kam kuptuar une gjatë leximit të rreshtave, të mesrreshtave dhe të metarreshtave, që dalin nga ngjarjet e lindjes së mesme dhe involvimi i Turqisë në to, herë si pjesë e rrezikuar, herë si fuqi që involvohet aty, e në të shumtën e rasteve si një fuqi që po mundohet të krijoj, të ruaj dhe promovoj balancat geopolitike dhe geostrategjike në lindjen e mesme, në rajonin e Kavkazit, në rajonin e Azisë së Mesme, e mbase edhe këndej në Evropë, siç u pa me rastin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Pra, bota tani e tutje miq nuk po ndahet më në lindje dhe perëndim, por në ata që kontrollojnë rrjedhat detare dhe në ata që i bllokojnë ato, në ata që i posedojnë rrjedhat detare, i menaxhojnë apo jo, dhe në ata të cilët nuk i posedojnë, por me forcën e ushtrisë i bllokojnë ato me insistimin që t'i shtijen në dorë. Sot këto miq, para juve, po mundohem të zbërthej pra një realitet, jo teori konspiracioni, për të kuptuar rëndësinë pse ngushticat janë bërë zemra e luftës së ardhshme, dhe pse ajo që po ndodh sot mund të jetë vetëm fillimi i një epoke shumë të rrezikshme për njerëzimin. Do me thonë, po du me e shpjegue rolin strategjik të ngushticave si pika kyçe të kontrollit global në epokën e transformimit të cilin jemi duke e pa të rendit ndërkombëtar. Natyrisht, për ta kuptuar thellësinë dhe gjerësinë e asaj që dua ta shprehi para juve, duhet marrë si piknisje tensionet e ngushticës së Hormuzit, por që analiza me patjetër të përfshin edhe ngushticën e Bosforit, ngushticën e Dardaneleve, ngushticën e Malakas, të cilën do ta shpjegoj në fund të kësaj video, dhe kanalin e Suezit. Këto miq nuk janë vetëm ngushtica detare, janë në fakt qelsat e pushtetit global. Grumbullimi, tash po kthehem te Egjeja, te Bosfori, te Turqia. Grumbullimi ushtarak në Egje dhe në ishujt po bëhet për Bosforin e Stambollit, po bëhet për ta vënë si target Turqin në përgjithësi. Harta detare në Egje, me sa shihet, ka filluar të rishkruhet pak para fillimit të luftës për ngushticën e Hormuzit. Turqia në këtë kohë ka filluar të mendoj mirë se duhet të arrijë deri tek ato që i quan kufit e saj natyror, për ta larguar rrezikun që e kanos zemrën e saj. Blokada amerikane ndaj ngushticës së Hormuzit në Turqi ka hapur një debat të gjerë të niveleve më të larta analitike dhe akademike, se të gjitha ngushticat detare dhe toksore të tregtisë botërore janë të targetuara dhe janë në rrezik. E pra, edhe ngushticat dhe rrugët detare dhe toksore që kalojnë edhe në për Turqi. Mund të nisë një përballje shumë më e madhe midis fuqive
të cilat i kanë interesat në rajonin e Turqisë. Rusia të zëmi, Izraeli, pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës e natyrisht e veçanërisht edhe Kina. Sepse një numër i madh, një sasi e madhe e maldrave që prodhohen në Kinë dhe në pestigrat e Azis kalojnë në për teritorin e Turqisë. Pra, ta njetute tutje mund të jetë një fillim i një forme të re, jo vetëm të ndërhyrjeve në shtete të ndryshme, por edhe të përcaktimit të fatit të atyre shteteve. Ndërkohë që planifikohen rrugë alternative, për shkak se bota mësoi morin një mësim të rëndësishëm tek rasti i ngushticës së Hormuzit, zonat rreth Turqisë, grykat rreth Turqisë dhe rrugët që kalojnë në për teritorin e saj janë bërë tani më temë studimore që po trajtohen jo vetëm nga akademikët, strategët dhe në mediat e njohura të Turqisë, por rreth tyre kanë filluar të flasin akademik, strateg, ushtarak, ekonomist, analist, ekspert, ndër më të njohurit në botë. Po e ripërsëritin në një forme të nderuar. Rendi global, të cilin aq shumë dhe aq pesh e kam përmendur. Përse mund të pyetni? Veç pse po kam qef me e sjell në për gjuhë? Jo. Për shkak se jemi në një periudhë aq delikate, bota është, jemi mos thëmë, po bota është në një periudhë aq delikate, aq e rrezikshme, sa shikuar në kohën 10-15 vjetet e para luftës së parë botërore. 10-15 vjetet e para luftës së dytë botërore. Kështu ka qenë situata dhe kanë rezultuar 2 luftat botërore. Ndryshimi i rendit global, i ligjit ndërkombëtar, i sistemit ndërkombëtar, logjikisht dhe bazuar në faktet e historisë së kaluar, nuk mund të rivendoset dhe nuk mund të filloj e reja pa pasoja të mëdha. Këto që po i shpjegoj pra, do të shikohen në hijen apo nga lupa e një rreziku potencial që po e kanos botën dhe së fundmi u pa se fitili i fillimit të asaj lufte të rrezikshme, nga e cila po friksohen të gjithë, mbas edhe superfuqitë e botës, Kina, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po shihet se ajo është pikërisht ngushtica detare. Andaj po e përmendi disa herë, mos thëmë shpesh fjalën rendi botëror. Nëse më parë Qymyri, para luftës së parë botnore, pastaj para luftës së dytë botnore, transaksionet e tjera tregtare ku Gjermania e pa veten të dëmtuar nga ajo që u nda dhe u dha pas përfundimit të luftës së parë botërore, sot është duke ndodhur diçka. Rëndësinë e saj e ka ditë bota, historianët, strategët, por tani ma janë duke e parë të gjithë. Ngushticat detare po e përcaktojnë rendin global në të kaluarën. Kam folë për Somalilandin, kam folë për Babul Mandab, kam folë për Oqeanin Indian, kam folë për rrugën një rrugë të Kinës që kalon në për Pakistan, kam folë për rrugën e Mëndafshit, një projekt për të cilën vetëm Kina ka harxuar mbi $2.1 trilion investime në Kazakistan në ato vende, deri ka në Azerbejxhan e të Turqia,
kam folër për këtë rrugë, kam folë për rëndësin e detit të zi, kam folë për përpjekjet e botës perëndimore që Rusin të blokojnë ka Dardanelet dhe Bosfori këndej dhe të detyrojnë që mallrat e saj me shumë vështirësi të shet vetëm ka deti Iberiut, ka Siberia drejt Japonis andej dhe këndej te Grenlanda, pastaj në Amerikën veriore dhe gjetio, kam folë për rrugët të cilat bota është duke investuar në infrastrukturën rrugore. Pra, ato ligjerata që i kam bajt, ato video të cilat i kam bajt, dhe kjo që tani po e them, janë një zinxhir me hallka në përmes të cilave unë kam dash të tërheqë fokusin tuaj se momenti më i rrezikshëm, arma më rrezikshme dhe arsyeja më e madhe për ndonjë luftë shkatërrimtare janë rrugët në për të cilat zhvillohet transporti transatlantik, transporti ndërkombëtar. Dhe kryesorja aty rruga për përpjekja për t'i blokuar rrugët që çojnë ka Kina dhe rrugët që nisen nga Kina për të përhapur në botë. Në këtë konstelacione miq, Turqia, siç e thash edhe në videon ku fola për NATO-n, se nëse SBA-ja tërheqet nga aty, a do të mund Turqia të jetë lidere e NATO-s, i shpjegova në mënyrë konstruktive, objektive të them, analitike, shkencore, me fakte, me ligje, me nene, se a mund të ndodh një gjë e tillë. Të tërhiqet SBA-ja dhe në vend të saj të vendoset Turqia. Përmenda Gjermanin, përmenda Britanin, përmenda Francën, përmenda Kanadan, përmenda vendet e tjera, se si shkojnë konstelacionet atje. Thjesht, miq, rëndësia e pozitës strategjike të Turqisë ka filluar të diskutohet në botë me zë të ngritur për shkak të grykës së Bosforit. Dhe këto e shën një strategji tepër të hollë dhe të thellë të presidentit të tanishëm Erdogan. Me gjithë lutjet, kërcënimet, shantazhet, blokadat, embargot që i vëjnë dhe tentojnë t'i vënë edhe më të mëdha ndaj Turqisë për ta stopuar Erdoganin që të mos e nis kanalin e Stambollit, megjithatë, ai Turqia e tij e bëri dhe është duke punuar në te. U patënxit edhe opozita turke, GHP-ja, e cila ka qenë kundërshtarja më e madhe kundër kanalit të Stambollit. Një projekt gjigant, i cili Turqien do të vë në zemër të transaksioneve tregtare dhe ekonomike të botës. Lufta në Gaza e kam shpjeguar. Luftat në lindjen e mesme po bëhen për këto rrugë detare, për këto kanale. Shkatrimi i Gazës një ndër arsyet kryesore që e prun punën deri këto është pikërisht kanali Ben Gurion, $52 miliard që do të kushtoj, dhe të cilin Izraeli nga deti i Kuq, lart në veri, jo në jug atje ku është Babul Mandab dhe ku e kam shpjeguar Somalilandin, por nga veri aty kanali Ben Gurion, që do të kaloj në për zemër të Gazës dhe Gaza do të lirohet nga palestinezët. Të marohen tempoj aty, ndërtesa, Rokachej, Towers, edhe Trump Tower të ndërtohet aty në mënyrë që të arrin atë që për Izraelin do të jetë jetike. Kanali Ben Gurion, që si pas të gjitha gjasave mund të ketë target edhe kanalin e Suezit
për ta qitë prej loje Suezin dhe Egjiptin, për ta siguruar Egjipti ky Izraeli një fuqi në të ardhmen, dhe fuqia së ardhmës është në dorën e atyre që i posedojnë apo i kontrollojnë ngushticat detare. Pra kështu do të shikoni edhe problemin e Turqisë së tanishme. Kështu thonë miq, se rendi i krijuar pas luftës së parë dhe të dytë botnore tani më është shemb. Prej 100 vjetësh, matematika e fuqisë globale nuk ka përjetuar një tronditje të këtij niveli siç është duke përjetuar tani me luftën kundër Iranit. Të gjitha llogaritë po rivendosen dhe po rindërtohen mbi themele të tjera, s'ka më themele aleancash e qytetrimesh e prallat të tjera. Po ndërtohen të gjitha dhe po rivendosen të gjitha sipas formateve të dinamikave të ardhshme. Kemi hyrë në një nga periudhat më të jashtëzakonshme që janë pa ndonjëherë në histori, dhe ku çdo shtet me 2-3 kokra men në krye po i bën përgatitjet e duhura për realitetin e ri që po e pret planetën e tokës. Tashmë, meq, në këtë kohë kur jemi duke jetuar dhe po flasim për rëndësinë, strategjinë dhe peshen e ngushticave, në këtë kohë ma nuk ka drejt ndërkombëtare. Nëse dëgjoni dike profesor universitar, analist në për studio, gazetar dhe të ngjashëm që flasim për të drejtat ndërkombëtare, lirisht keni të drejtën me mendu se janë së paku një 10 vite mbrapa dhe nuk janë duke e pa realitetin e sotshëm, aq më pak atë që do të ndodh pas 20 vjetëve. Nuk ka më zakone dhe tradita ndërmjet shteteve, meq shqiptar që jetoni në hapësirën shqiptare, sidomos që i udhëheqni shtetet tona, nuk ka më zakone dhe tradita ndërmjet shteteve të nënshkruara deri më tani. Nuk ka më institucione mbi shtetërore. Nuk ka më mekanizma që kufizojnë liderët dhe shtetet të mos ndërmarrin diçka për shkak se dëmtojnë të tjerët. Është një lojë krejtësisht tjetër. Nuk ka më ligje që përcaktojnë edhe rregullat e luftës. Nuk ka më ndarje pushtetesh. Ka kaluar kjo kohë më. Në disa vende veç ka filluar akomodimi dhe implementimi i këtij sistemi ku nuk ka më ndarje pushtetesh. Të tjerat janë në implementim e sipër. Demokracia apo të drejtat e njerëzit sot janë kthyer më në prallat të së kaluarës, gati sikur prallat e Ezopit. As një marrëveshje ndërkombëtare më nuk ka kuptim. Ma shumë se njëherë e kam thënë këtë, dhe ma shumë se njëherë e kam përsëritur se këto fjalë nuk janë të mijat, bile nuk janë edhe lexime të mia që i kam kuptuar nga leximi i rreshtave, mes rreshtave dhe metarreshtave të ngjarjeve në marrëdhënie ndërkombëtare. Por para gjitha të këtyre janë fjalë të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili vetë ka thënë se nuk njohim aleanca, njohim një botë të re, të cilat i ka forcuar më pastaj edhe Marco Rubio, sekretari i Shtetit Amerikan, dora e djathtë e Trump, dhe njëjtë kështu edhe Hegseth, ministri i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto 3 emra janë ata të cilët jo që po e rikonfigurojnë botën,
e përsëris për të disatën herë, që po i vendosin tullat e fundit të rikonfigurimit që është nisur kohë më parë, sidomos me rënjen e Bashkimit Sovjetik, me fillimin e tronditjes së globalizmit dhe natyrisht me fillimin e përpjekjeve, mos të thëmë rikonfigurimit, fillimin e përpjekjeve për rikonfigurimin e lindjes së mesme, gjë të cilën në mënyrë botnisht dhe të hapur e patjetën Condoleezza Rice, ish sekretarja e jashtme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Andaj miq, nëse e shohim botën se ka po hec dhe mbi çfarë ujëra të troubled është duke notuar, kam të drejtë ta shtroj një pyetje. Në një botë të nderuar, në një botë të zhytur në shejtënin e forcës, si do të sigurohet e ardhmja e kombeve, vendeve dhe shteteve, fati i të cilave varet shumë nga shtetet më të fuqishme? Si do të parandalohet coptimi dhe plaçkitja e shteteve të cilat nuk e kanë fuqin e mjaftueshme të mbrohen? Në drejtim, ka është do shkue historia, meq, a jeni edhe jo, si unë duke e mendu dhe duke i par, këto qarje, këto labirinthe, në të cilat nuk po shihet drita në fund të tunelit. Dhe unë e shoh vetëm një dritë, e cila mua më ndriçon edhe më shumë teorinë, mos thëmë timen, se rendi i kaluar ka mbaruar përfundimisht. Me të gjitha ato mallzeme, materiale të havlës, me mill e me sheqer e me ujë e me zjarr e me lugë e me fërtere e me tenxhere që i ka pas rendi i kaluar global. Me demokracie, demokracie, mashtrime e të ngjashme të njëjta siç kanë qenë mashtrimet dhe utopit e marksizëm-leninizmit, të cilat e përsëris edhe njerë që të mos e harroni. Jo të cilët nuk e keni mri atë kohën kur kemi jetuar në një shtet socialist, ndërsa një pjesë tjetër e shqiptarëve në një shtet komunist në Shqipëri. Atë botë, Marksi dhe teoria e tij thoshte se jemi në proces. Socializmi është vetëm urë lidhëse midis komunizmit dhe midis kapitalizmit dhe komunizmit. E për ta bo dalimin me socializmi që qenë kemi në një urë lidhëse, trampon zonë, kaluse kështu, për ta bërë dalimin midis qësaj dhe komunizmit, ka qenë ajo fjalia e fuqishme, konsiderohej shkencore, binse, dogm, bash dogm ka qenë, e pandryshueshme, aksiom dhe postulat i asaj teorie, se në komunizëm njeriu punon aq sa mundet, kërkush se detyron, dhe merr aq sa ka nevojë. Me shku në supermarket, në vetë shërbim, në shitore, në qendër tregtare, me hina për shitore, me marrë vesh që ato shka ka nevojë. Pantallona, këmish, bluzë, çorapa, këpucë, me hangër me pi, edhe me shkue të shtëpia. Kështu është përshkruar komunizmi. Njëjtë kështu, me terminologji të tjera, është përshkruar sistemi demokratik, të mirat e globalizmit. Se bota është ndruar në një katon të vogël, se ajo shka dëgjohet në New York, për pak minuta dëgjohet edhe në fshatin tim Trstenik të Vitis, dëgjohet atje, të gjitha këtyre i peshin konotacione e të mira, qershia mbi torte se bota po bohet një.
dhe se ideja e luftës do të zhduket dal nga dal. Po, ka hala njerëz të na, të cilët e promovojnë këtë mashtrim. Janë po të njëjtët të cilët më parë kanë promovuar he në veçërbim dhe merë pa pare shka dohet, dhe shkon pun kur të kish qef dhe s'puno sa munësh me punue. Bile, këtë ide mashtruse e promovon pikërisht tema të cilën e kam shpjeguar, ndoshta si asë njerën tjetër më parë në mënyrë atë shkencore, sekularizmi. Sekularizmi e keqja e njerëzimit është promotori i mashtrimeve katastrofike, kardinale të njerëzimit, të shekullit 20, të kohës së globalizmit, se bota po shkon ka unjesimi, ka largimi i kufive, po bëhen aleanca të reja, edhe mes atyre që deri dje kanë qenë armiq. Dhe u pa në dekadat e fundit, sidomos me ardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Jo pse ky i ndryshoi, por si që kam shpjeguar më shumë se njerë, sepse ky erdhi si frymë, është produkt i mendësisë dhe dinamikave të botës, të cilat u krijuan. Dhe nëse nuk do të ishte Donald Trump, ky që po në emër të tij po bëhen këto ndryshime kardinale në botë, këto ngjarje kaq të mëdha, do të ishte sigurisht ndonjë tjetër. Nëse jo në Amerikë, në një vend tjetër. Por erdhi koha që rendi i kaluar të shpallet i vdekur dhe rendi i ri, i cili ka lindur, por që është në përfundim e sipër të konfigurimit dhe të marrjes së formës së tij përfundimtare. Kjo është e vetmja gjë për të cilën po mendojnë liderët e vendeve që kanë traditë shtetërore. Cila është? Përgjigja e pyetjes që e bona pak më parë. Në drejtim është duke ecur historia. Historia është duke ecur në drejtim ku liderët e botës do të qesin hartat, letrat, shifrat, numrat mbi tavolinë dhe të ulen me njerëz që i njohin këto punë, që i kanë lexuar këto punë, ministrat, institucionet relevante, edhe tek ne në Kosovë, dhe të shohin se ka është duke shkuar bota, çfarë komunikimi të rikonfigurohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ajo mon nuk është siç ka qenë deri në kohën e Joe Biden. Komunikim i ri, strategji të reja, konfigurime të reja, politika të reja, diplomaci të reja, interesat të reja. Bëj dua të Zoti që edhe në këto konstelacione të reja që po krijohen dhe po i krijon Amerika, rajone, hapësira shqiptare të jetë pjesë e strategjive afatgjata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përndryshe, problem i madh për Kosovën. Çfarë të them në këtë video? Si të dal prej këto, teksa po flasëm për problemet të thella dhe të them. Po cila qeveri bre, po cil politikan tanë bre, po kush jëmë bre ata që merren me këto tema, interesohen për këto tema, që na kanë ardhur deri te megja jonë, kur ne nuk jemi në gjendje as presidentin me zgjedh. Kur për interesa tona partijake, bile dhe individuale, të njerëzve me ndikim brenda partive, është blokuar shteti dhe secili e fajson tjetrin, secili mundohet me gjuajt gurin në fushën e tjetrit. Por si tërsi, shikuar nga lart, Zoti e shpëtoft Kosovën. Unë nuk di çfarë të them tjetër, pos siç pa t'i thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam pas luftës së Bedrit, kur po e shihte me sy bankrotimin e shtetit të cilin sapo e kishte krijuar.
pas vrasjes të një numrit të madh, numrit absolut të besimtarve të atëhershëm, dhe kthehet ka qielli dhe i thot Allahut të madhreshëm, hasbunallahu wa ni'mal wakil. O Zot, ndihmona, sepse ti je ndihmatari më i madh. Na nuk jemi të ditë, na nuk jemi të mujt. U pa e jona se çfarë mundë. E qumë të ri këto, qysh e qumë me mbështetjen e drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me involvimet pozitive, të nevojshme pas këshin qenë, shumë të nevojshme, të zyrtarve më të lartë të ambasadës amerikane tek ne. Dhe kur para do kohë, para një vjete, kam paralajmëruar se kam baruar koha kur ambasada amerikane involvohet në politikën e brendshme të Kosovës. Qeveritarët tanë, klasa politike e Kosovës, duhet ta kuptoj se është duke hy në një periudhë krejtësisht të re, ku po nuk i zgjedhen problemet e veta vetë, ndërhyrja nga jashtë do të jetë jo e mirë, e të mërshme, sepse do të ndërhyhet atëhere kur preken dhe cenohen interesat e shteteve mike që e kanë ndihmu dhe ndërtu këtë vend, e sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por atë ndërhyrje nuk kanë me qenë, siç kanë qenë ndërhyrjet përgjatë një periudhe 20 vjeçare prej pas luftës, bile, jo vetëm pas luftës, por ndihmesa, logjistika, ndihma, derset, mësimet, memorizimet, që i kanë dhenë leadershipit ton edhe para krijimit të Shtetit të Kosovës, edhe gjatë kohës së ish Jugosllavisë, ku është përgatit tereni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një Kosovë siç sot po e gëzojmë, dhe për fatin ton të keq, të cilën pikërisht kjo elit politike, kjo klas politike me vetdije apo pate është duke punuar ta çoj drejt bankrotimit të saj. Allahi na ruaj. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. O Zot, ndihmo, sepse ti je ndihmatari më i mirë, më i fuqishëm dhe më i drejti për të ndihmuar edhe popullin ton këto në Kosovë. Miq, në sferën globale, imagjinoni ku ka ardhen puna. Po flasëm për rendin global e rendin kështu. Kur kam nevojë për uranium, unë e pushtoj Nigerin. A ju kujtohet një video kur e kam shpjeguar Sudanin, luftën në Sudan, kur e kam përmend edhe ndërhyrjen amerikane në Nigeri me pretekstin se atje po dhunohen, po vriten të krishterët. Dhe Amerika ndërhyni për ta qetësu situatën. E shpjegova atë në dritën e shpjegimit të ngjarjeve, ndërhyrjeve të jashtme në Sudan që e kanë shkatëruar atë vend, për shkak të arit, pozitës, ujit, Nilit dhe të tjerave. Nejse, jemi të jetu në një kohë, pra imagjinoni kur, nëse kam nevojë për uranium, e pushtoj Nigerin, nëse kam nevojë për naftë, e marr Venezuelën, nëse kam nevojë për minerale, i mshoj Afganistanit, Ukrainës, nëse kam nevojë për gazin, drejtohem në lindjen e mesme, nëse kam nevojë për borimet e pashtershme të naftës, drejtohem ka Irani dhe kështu. Në fakt, The Guardian e ka quajtur në një artikull me titull "Jetojmë në kohën e grabitjeve të hapura dhe banditizmit". The Guardian, ha? Dhe në një botë, pra, ku grabitja dhe banditizmi bëhen vlera, ose më modest, bëhen gjëra normale, kufijtë e diplomacisë aty ma nuk kanë se çka lypen, ngushtohen shumë.
kufit e diplomacisë ngushtohen tepër, në përmasa sa nuk mund të mirët frym lirisht aty. Jemi me sa po shihet, e që ndjes që po them, e kam përmend edhe më parë në kohën e perandërive dhe në kohën e kthimit të mbretërive si fuqi udhëhece të shteteve të tyre. Çfarë paradoksi? Në një kohë kur teknologjia po e çon njerëzimin drejt kufive, jashtë kufive toksor, drejt kufive të universit, periudhat më të egra të historisë njerëzore janë duke u rikthyer. Shumë paradoksi madha. Këto zhvillime, këto shkenca sociale, sociologjia, psikologjia, mjekësi, neurologjia, shumë interesant. Aqë shumë janë zhvillue, aqë shumë universitete, sa njeriu për me shkoj drejt kufive përfundimtar të universit. Në të njëjtën kohë, asnjëherë përgjatë historisë nuk ka qenë katrahur, shkatërrim, gjenocid, masakra, grabitje, banditizëm sa është duke bërë u bë pikërisht në këtë kohë. Paralel janë të shkuar. Një paralelizëm paradoksal. Diçka e pa besueshme. Se kush e sjellë, se si erdhi bota deri këto, se si unë e kam përgjigjen time. Kush e ka pru botën, e përmenda pak sekularizmin. E kum shpjegue sekularizmin, dëgjoni në video. Kum fol atëherë kadal, jo sikur tash, që ja kum marrë dorën, po sekularizmi është gjëja më e keqe që ka mujt me e pjell mendja djallëzore, njerëzore ndonjëherë në histori. Sekularizmi është, nuk është ky sekularizmi që e shpjegojnë të na prallagjitë, sekularizmi, laicizmi, tërtmërt. Jo, sekularizmi është diçka shumë më thellë. Kemi të bëjmë na me sekularizmin politika, shteti i ndam prej shtetit edhe u kry hesapi. Sekularizmi është diçka më e thellë. Nëse keni qef me javë shpjegue me gjuhën që shpjegova sot që tem, më shkruani në komente. Edhe diçka bre bashkë po du me ju vetë për i me? Qka ju ka gjithë poshtë zotin, as nuk ish përndani videot, as statusat, as e keni nalë subscribe-in në kanal. Allah hile shka ju kushtan. E çuditshme. E kum hup edhe, me gjithë që krejtbe edhe ata youtuberët e influencerët më të majnë botë, vazhdimisht thoj bëne subscribe, ja qet një farshenje aty e sene. Unë për shkak se si jam i asaj natyre, se herë kum thane, kum dje veten se jam të e teprue. Po hajde të rrisëm këtë kanal, o burra, jo o zonja dhe zonjusha. Hajde të rritëm së bashku, kanali rritet duke e përsel, duke e shpërnda, duke e mbështet një tjetrin, sepse i këshyra sot, po më shteni me fol. I këshyra sot videot, një 300 e dishka video. Wallahi akademin veti, s'po flas tash për Mustafën, po flas për kanalin. Akademin veti be çfarë tema të shpjegume. Ty bëm pas faja i shokë jem që më tha e kum nalë leximin e i shka po lodhe, one me nguet debate e lajme. Po silna, po jetoj normal, ditën po punoj, mezi që po pres me artë të shpia dhe me e këshyren me e përsjell videon tane, në të cilën i ndërthur 7 sene, 10 sene duke e shpjegu një tim. Po ma animon fort, po ma leton mos mu lodhën e me lexue me sene. Shpjegime të mira, shpjegime që ja vlen me i promovu, meq. Po mos të ishin të mijat, po ta gjeja dika tjetër, a i ka, sigurisht, po sigun pa, s'po thëm që s'ka, po ta gjeja dikon që shpjegon që shtu për dit me kësi tone, me kësi materiale, me kësi
thellësi, vallahi billahi do ta ndihmoja shumë. Shumë. I kisha shku deri në Kapegjik e isha thënë, shka ki nevojë o burti. Shka moj me të ndihmue përveç shpërndarjes. Promovani vlerat, miq. Shpërndani vlerat. E ki obligim njerëzor, moral, kombëtar, fetar e ki, o vllavi jem. Pengoj vetë edhe s'pe ja qej ati tjetrin. S'pe thëm ngojve qëtë video. Nëse kujtoni se mu mbani qirak, gaboni, s'është e jeshme për mu me i kallzu cikrijat e kanalit të videos, kanalit në YouTube. Cikrija vallahi billahi tallahi nuk ja vlen as një orë me harxhue për një video. E jo jetën me harxhu të shpjegue. 8 orë, 10 orë. Nuk ja vlen. S'po du me edhe të tjerët me i dëmtue. Prandaj, nisnu nga parimi njerëzor, kombëtar, shqiptar, musliman, fetar në përgjithësi, shpërndani këto, mos pritni gjithmonë me ju thonë abonohuni, e bëni këto, së të ke fundi nuk i shkruj vetë ato one. Po, kështu. Nejse, miq. Thash, paradoks, me një anë teknologjia në qiell, në anën tjetër masakra si në kohën. Legji xhunglës ma po thuhet. Bota është kthye dhe po vepron sipas ligjit të xhunglës, ku vetëm i forti ka të drejtë. E pabesueshme diçka. Qysh mujti më u bë këtë transformim negativ? Kështu. Ekziston frika e bazuar se ajo që po ndodh tani në Hormuz, pra miq, do të ndodh edhe me kalimet detare të tjera. Me ngushticën e Malakës, me ngushticën e Babul Mandeb, me Gibraltarin, me kanalin e Panamas, me kanalin e Suezit, me Dardanelet, me kanalin e Stambollit nesër, me Bosforin. Natyrisht, krejt për një qëllim, për të kontrolluar ekonominë dhe burimet globale, veç pse po mundesh me e bo. Pritet të ndodhen çmenduri të mëdha, në rastin konkret në lidhje me Turqinë. Ma jeni men. Ka shumë arsye, miq, por një e përmeni kryesor, për shkak ka bota të ri qëto. Ka shumë arsye, por një, për shkak se në skenë janë 2 persona. Njani kryeministër që e pret gjykata ndërkombëtare penale për krimet dhe gjenocidin që e ka bë për vitet e tëra në linjën e mesme, dhe e dyta, në pyetje është një president që dëshiron ta aneksoj mbase edhe gjithë Kanadan dhe t'ja bashkangjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lemo Grenlandën e kanalin e Panamas e ato tjera. Në pyetje janë 2 persona që e kanë përla botën dhe janë të equë në këtë drejtim. Subhanallah. Sot po shikojmë na ngrykën e Hormuzit, nesër do të shikojmë ngjarje, do të dëgjojmë ngjarje, lajme për Çallakalan, për Bosforin, dhe kjo mund të ndodhë ma shpejt nëse përplasja Rusi shëba rritet, nëse përballja shëba Evropë dhe Rusi-Kin ashpërsohet, dhe e treta, nëse Turqia hyn si fuqi e re në skenën historike. Në këto 3 raste, ngushticat do të bëhen burim konfliktesh të mëdha, ndoshta edhe shkaqe të luftrave shkatrimtare. Shohim sot, pse i thëm këto vllaune, veç pse me bo interesante, jo. Dite ma shumë grumbullohen forca në Greqi, në Romani, në Bullgari, ndërtohen baza ushtarake rreth kufive të Turqisë.
ishujt e Egjeut janë të armatosur dhe po armatosën deri në dhëm. Janë vendosur trupa e raketa amerikane dhe izraelite në Qipro. Janë lidh aleanca Greqi-Qipro-Izrael dhe kanë krijuar një front të përbashkët. Marrëveshje ushtarake të reja, stërvitje të përbashkëta dhe po flitet botërisht. Nuk e fshehin se gjithë kjo po bëhet kundër Turqisë, për ta pas nën kontroll Turqisë. Po formohet një front mes dheu lindor deri tek deti i Zi. Dhe kjo nuk është për mbrojtje nga Rusia apo nga Kina, por është përgatitje për një sulm të madh që mund të ndodhë nëse jo së shpejti në të ardhmen po se po. Pas blokadës së Hormuzit pra miq dhe politikave agresive qëndron një strategji shumë më e thellë se që ne jemi duke e përmend dhe analizuar kështu. E njëjta logjik qëndron edhe pas aleancave në Egje. Pra, ky koncepti i choke points, nyjet strategjike që lidhet drejt për drejt me mendimin klasik geopolitik të Alfred Mahanit, argumenton se kontrolli i deteve është themeli i fuqisë globale dhe lufta është natyrisht për fuqitë e reja globale që dëshirojnë ta menaxhojnë dhe administrojnë botën sipas interesave të tyre. Derisa fola për rrezikun e kësaj Bosforit, Grykosës, Dardaneleve, Çanakkale, rreziku që po i kanoset Turqisë dhe po rrethohet Turqia me bazat ushtarake, në fillim e përmenda edhe ngushticën e Malakës. Ngushtica e Malakës në fakt është një ngushticë kur e shërnin në ishull, kam pas fatin me e pa, edhe me pi, më thon, kafe në ato pjesë të botës, është midis Indonezisë dhe Malezisë, të Sumatra aty, që e lidh Oqeanin Indian dhe detin jugor të Kinës. Shiqoni miq, rëndësia e kësaj ngushtice është hiq më pak se ngushtica e Hormuzit. Ndoshta jo sa Bosfori. Bosfori është number one, që shtojnë. Inshallah, në ndonjë video tjetër, kam me unal veç për Bosforin dhe kanalin e Stambollit. Komentoni nëse jeni të interesuar. Qajo ngushtica e Malakës, aty kalon 25 deri në 30% të tregtisë botërore në çdo vit. Kalon energji, një pjesë shumë e madhe e naftës që shkon drejt Kinës, Japonisë dhe Koresë, kalon pikërisht aty, kontrollohet nga Malezia, Indonezia dhe Singapori, po natyrisht në mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Që kjo Malak, së bashku me Bosforin, unë e tham se mund të jetë një piknisje e një lufte të re, e cila pa tjetër do të jetë paralajmërim i luftës shkatërrimtare nga e cila po friksohet njerëzimi. Se çfarë janë ngushticat? E përsëris, sot nëse mbyllet vetëm një ngushticë, e pat, bota po tronditet. Nëse mbyllen dy, ekonomia globale bie në gjojnë, por nëse hapet loja e të gjitha ngushticave, fillon ajo që ndryshon historinë dhe me sa shihet ndryshimi i historisë veç ka filluar të punoj. Natën e mirë.